E ndërsa ne po gjeronim kamionët që vinin njëri pas tjetrit, një prej kamionistëve dhe ndihmë si ti u kujdesën të fotografonin dronin me siguri për t'ja dërguar shefave. Pas këtij momenti, punëtorët me shpejtësi braktisin zonën. Nëse mendoni që do të shikoni bukuritë e rradhat natyrës që Zoti ka falur kësaj zone, keni gabim, sepse janë në mes të një mali dherash dhe inerte që vijnë nga kulla dhe ndërtimet e reja që bën në qendër të Tiranës. Jemi në Zall Bastar, aty ku 10 kamion të ngarkuar ngjiten në rrugën e Arbrit duke shkarkuar ngarkesën e tyre në vend depozitimin ilegal. Si shihet, me mijëra metër kub dhera dhe inerte janë depozituar në tokën bujqësore dhe në shtratin e lumit, duke ngushtuar këtë të fundit, ndërsa fadromat punojnë pa pushim duke shtyrë materialet e hedhura dhe duke spostuar rrjedhën. Pika tjetër grumbullimit është në Bathore, ku dhera dhe inertet që dalin nga gërmimet e komplekseve të reja në kryeqytet, sillen dhe depozitohen në një hapësirë që zgjerohet dita ditës në dëm të tokës bujqësore. Tashmë fusha është mbushur në çdo centimetër të saj, duke krijuar male artificial mbetjesh që me sa duket nuk i bëjnë më përshtypje askujt. Edhe në këtë rast, masakrës nuk i ka shpëtuar as shtrati i lumit, i cili ka nisur të ngushtohet duke tjetërsuar rrjedhën normale. Imagjinoni pak se çfarë ndodh këtu në kohë shirash, kur ujërat marrin me veti inerte dhe dherat, që shpërndahen më pas në të gjithë gjatësinë e lumit, deri në Bregdet. Ndërkohë situata nuk është as pak më e mirë në Zaldajt, aty ku kamionet bëjnë vajtje ardhje në mes të ditës, me ngarkesa që vijnë nga zonat ku po ndërtohet në Tiranë. Edhe ky vend depozitimi është sërish në shkelje të plotë të ligjit. Masakra vazhdon. Me sa duket rruga Arbrit është bërë një zonë e preferuar për ndërtuesit, të cilët e kanë kthyer në një landfill abuziv. Jemi buz rrugës kryesore, pak kilometra nga Tufina, ku si në rastet e mëparshme janë depozituar qindra metër kub inerte.